Po. Dhe mbas kësaj, ju keni qenë dëshmitar dhe në disa ngjarje të tjera në Tropoj, por unë them që ne të trajtojmë si çështje më e rëndësishme nga të gjitha është vrasja e Zemajdarit. Po. Në 12 shtatorin 1998, ju jeni një nga personat që keni takuar pak përpara se të vritej? Po. Në çfarë rrethana, sa ai ishte në Fier? Po ja u shpjegoj. Unë me Azemin ka pas shumë afrimitet. Unë shok në kohën e partisë mus nuk e kam pas Azemin. Shok mus e ka pas Talilusha. Po kene pas çdo punë nga kësalla që shumë për klasë po të leta. Kurse në kohën e demokracisë u afru me kështu. Me Azemin atëherë isha shumë mirë që Azemi kishte shumë nevojë për mua, për shumë gjëra. Edhe po, jo, më falë, me që e kaluat këtë miqësinë e vjetër me Azemin, shpjegojmë një atë ngjarjen në Theshtatës njërë për atë mitingun e PD-s e pastaj kalojmë te vrasja e Azemit. Po, një gjë, do me të tregu mitingun e Tropojës. Po, sepse është më herët ajo dhe ka një lloj lidhje. Me që e nisët aty nga miqësia. Po, shumë dakord. Falë, edhe në të shtatën, 2 ditë, eksakt para se më ardhe në Tropoj më bo mitingu. Qershor në Theshtat. Po në shtat më thë 2 ditë para kësaj, sa të Zemhajdari, e se më kam pas telefon shpije, për faktin se vlajem ka qenë dikur kone partisë punë në 85 ka qenë detërmi Matja Rruga, dhe në Uk Mustafaj, dhe nëna ka pas njërë telefoni fik në shtëpi. Edhe e trashëguam, e kena pas lidhë paralel, edhe atër e marrësim telefonin. Dhe merë ka Zemhajdari merë mund në telefon shtëpisë. Dhe më thotë, hajde në Tiranë, edhe shkojnë Tiranën, e bistuam, tha do vinë në Tropoj. 97, është problemet janë. Tha do leni mosh, tha me organizim në njerëzve, edhe me ata njerëzit që ju keni, që ujtë të ofër që mos kena nëj problem. Edhe pa tjetër, thashun, edhe unë nisa nesër, ata dhe vishin pat nesër, do nesër me i takoj gërën. Do t'isha nesër, pas nesër. Edhe unë nisa unë, po kisha një punë diper. Edhe shkojnë për Shkopi. Shkojnë për Shkopi, takoj një mikun tim që kisha për Shkopi, edhe dhe nga për Shkopi janë kupës, pas Tropoj. Për gjithë natën, për faktin se në mjesë ishte mitingu. Vinë në Tropoj, vinë mjesë në shtëpi, e shtajna me vjetë gjumë. Me gjumë se do vishin, do dasha me pritë ta, edhe në atë moment, i më shoqe, po mundosh për me lyë, e ishtë përshime për me lyë korridorin e shtëpisë. Edhe, kështë e mu edhe ne Mustafa pushinit tonë që merës me lyje, edhe në gjej zhumën, brëshëri, opciona, që aty kam që 70 metra nuk është prej bashkisë shtëpia ime. Edhe, u qoha për herë, që është bënë, thashu në Lusë, nuk di gjata për nga të qytetë, aty në qendër. E marë lajtë sytë, kisha dhe unë, e kisha marë, e marësim aty për me pi ujë, e hellë grusht ujë ftyrë, me vrapun në qytetë. Po e tjerë, i shok policinë ishin rreth policia pa armë, po vetëm duhur ti marëshin mrapa, edhe po shifë për me ftyrë nga tribuna sipër, se tribuna ishte pak lartë, edhe nivelli ishte më nën, ku ishte tribuna e bashkia, i për në qoshet të palatit, të bashkisë në rtes, e shoh azgonin. Po, ne me azgan hapën kena lidhë, se hala azgonin për gruja vlajtek. Edhe azgonin e kena mështet azgonin gjithmonë, se njërin pa vlla, njerëz të vetë nuk e respektojnë, edhe kena mështet, edhe nga misia që kishtë. A i shka, se nuk ishte në njëri që të marrë në atë kohë, që ishte në ideologe në intencion të në PD. Po tjeshtë e një monim se e kishim mikë. Edhe e gjënë e dytë, hamë rëzën që ke po dëmidhës. Sa, shidhe, e prishën të fonin në yllë, tha, e shkatoj fonin, tha, ronë tha me vramu, shkakut mund me ty më rëllakët.
Me pa pas më gjytë kishë vratë të mërë burtas. Mos e mërzit. Jo, me edhe për drilës këtë ko vjen Nuria Hajdari, motra Azemit, Shqipja. E boj më abet, po të azmoni të bërë, po të shko ati poshtë, së nuk një medal, kështë e frikë medal me pa ati poshtë. Tha, po shko shefis një të PDP-a, të akanarën thirës dhe për skarë të Sali Berisha, ata. Po më të ashtu shkoj 20 metra, bi postat të PDP-a, Lida ishte punojse, i thëmë, bashkë e tjetër, është mërë telefoni e thirës dhe në kanarë. Po tha, PDP në thirës, të ka pas post të PDP në thirës. Edhe me rrethët po kanë kalu ka një gjysmë. Që s'kanara, 2 qërëkore, 12 kilometra për metë është du shajt me Bramzorën. Këtë ko sa bëdalon të dera, ku vjen i foristratë. Ma lënë, edhe zbret Azem Hajdari. Ikë foristrata, a nuk e pas kush e shofer, edhe aty ishte, po vite nga poshtë, po vite edhe Mustafa Tahiri, është një demokrat, pa qenë kryetar i një grup seksioni aty, qytete, është një i shumë i aktivizu me PD-n. Edhe u taku me Azemina, sot Azemi thot, hajde thot se do bëjmë miting. Ta miting më dhe, po Sali, jo tha s'mon djetë doktorët, pa, ku është në Gjeni? Në shati Gjeni, është një 5-6 kilometra për qyteti, exact, nuk i di, pa, nësa. Edhe, në shkon e zemë, si, kemi po miting e parë dhe Sali Berisha, në populli për Sali Berisha, nuk për ty. Jo tha doktorë rrezik, bo s'ka që rrezik, bo s'ka pun me këna. Unë pak për para, kur është post, e takova jullin. Isha aty bashkë me dëtje, thëmë, e bo, kushënit, ata më thoshin kushënit, dhe në kushënit, se po të kaloj, ne kemi lidhje me se gjyshni Fatmir Haklet, edhe baba im, janë kushënit nga nërë. Edhe, po, ata kanë pas pozicioni vetë, unë në tonin. Po, kemë respektu njëni tjetën pa e prejkë në problemet personale të asë njëllit. Njëri tjetën, do mënë. Edhe, po më thyshin kushënit gjithmonë, edhe në kushënit, sa kushënit, sa që do të me Sali Berisha, të ti e njefta, ta njësë puna, unë e njeftë kushënit Sali Berishën, mu më kam thirë në Tiran, u kam thonë që do t'i presë, për më i thash, i kushënit e po kesë ke prish fonin, unë nuk e di sa që ka ndodhë atyne. Ta mu tha, unë thash do presë Sali Berishën, do dalë për pare, do presë bëshkoj, do marrë ku tjetë. Ta mu tha, unë e kushënit s'kam pushta, unë nuk jam ty vro as me ty, s'kam pushta për ty, as për Sali Berisha, atë për kërkota mu vro. Por tha, ti kushënit nuk ta kota për me e për kërata armikën tonë. Unë nuk e di sa është një qarë misi për një me të. Edhe i kuaj, unë najra në pëndime, ta është ako Azemi. Azemi filloj me thonë, jo, do bojmë miting, nuk bojmë miting, të thashme në pa parë Sali Berisha, Azemi nuk ka miting. Shkum të Azgani, u afua Azgani, Nuria, cila Azgani t'y folë, t'y kalzu se si zhytën, si vron, si atë si shkatre jullë i fonin, pa të vron, si shkatre i fonin, për e spjegon të Azemit, edhe Azemi tha atërta, të bëjmë mitingu, sa se Sali Berisha t'i rrezikot djeta. Sa shë jo, Azem, pa vdekli mua bet, nuk bënë këpun. Edhe Azgani, tha, jo, tha, e ka mirë bërë, nuk bënë kjo punë, ta ne tha, kjo popull vjetë delë, tha, se gjënë njështë, nuk ishë njështë aty, kjo popull delë për Sali Berisha, tha. E presin Sali Berisha, do di Sali Berisha. Tha Azemi, tha, kush ka bëtë më shku me morë Sali Berisha? Unë mërë, tha, shka e marë. Për shka, tha, Sali Berisha, s'ka punë me kam. Ne do bojmë miting, jesim të jarë më uvra. Sa mirë, tha shma bje makinën tonë, po tha, e murë në radio, ka pas në radio foli me, unë kujtojnë të si ishte Sali Hajdari. E Sali Hajdari, vlaj Azemit, gjithmorë rriki me Azemit. Këtë ko vjen makina, edhe pas ka qenë shofer Sali Lusha, edhe Sali nuk doli fare nga makina, e hapën derë shofim në heca zgonë qash, me hypë me ikë, kusha Sali Lusha. Këtë në timon, vjen Sali Lusha, vlaj Sali Lusha, ka qenë shumë djali mirë, shumë mirë,
demokrat i shmend, ai është demokrat. Vjen sipër me armë dorë edhe thot mu, ku po shkon? Tash pëjdojnë Salibish për parti, unë hajde thashun. Jo thaze kë Salilusha, e azemi, jo thashkon, jo thashun, do vjen edhe kë. E futën mes, unë Aldoni, e futën mes të 7.000 përreqë mrapa, edhe unë jetëm. Shkum tek në Gjerni, ishte në fshatin Gjerni, aty është rrugë e drejt, ishte në forcat e një 200-300 vjet, ishte me Salibishën, 210 pothëm, forcat së komunizmit me te, i vekot policisë, forca policisë, gjithë në adhum aty. Kishin frikë për marrë në tërpoj. Ata proponin për iskenerin këtë një frikë, që s'kishte ku vrakush me Salibishën. Edhe, u taku me Salin, tha folëm na, si o gjenja kesh, në gënëjt, shumë ma bete, sa po të si dja bojnë tha, sa është marrë në tërpojti. Gjose ti zgjenë barancor, kjo është deki politike jote së do të një. Ti do vishu se kam lona Azerbajdhan me bon. Ne e tham, nuk e thash. Ne nuk e lam Azerbajdhan me bon i ti. Pra ndaj ti do vish. Tha, po atë, unë kam një informacion, tha se ka Anton Haklajt që kush dalin tribuni pari vritet. Ta është dalun tribuni pari, nuk kanë punë minë. Mos ja fut një këtë ashtë. Unë, po ta mushi mene, po dalë tribuni. Unë nuk jam në një, do më në vepi tërpojit që me ta hapë mitimun e një presidenti, si ishte president Berisha. Po ishe president dhe tyrë. Po, por po dalë, në mandatin e dytë. Po dalë me lirinjen, thashën, edhe po dalë më në liria, shifën ju, kur mos në vasi këpush mu, hajde ju, thash. Okej, tha. Edhe e la, atë më tha, jo, më tha dhe këtë. Jo tha, me qa inisiative delti, dhe thashtë, une e di, thash, se nuk kanë punë me mua as me ty, dhe e para është që unë jam kushëri, baba jem të jedin, se e di ke Salibrisha këtë punë, është kushëri me Isov Groshin, dhe këta gjithmonë thonë kushëri. Ata thanë nuk kanë kushëri, kërkon asë gjatë. Atër thash, një gjithë është, nështë edhe kjo tjetër thash, se unë jam nga qyteti, jena Fision Mustafa jena shumë, edhe nuk është levërdi e tyne, që t'kenë hapin gjakderim ose të kenë armiq në qytet. Se desën s'kanë bo armiq. Pra ndaj, tash jam i sigur. Po unë jam maj sigur, tash ne jam kushëri. Jena i lake dhe e kena arrestu një e tjetër. Po që cili në atë korrizën që ka zjep. Okej, tha unë isëm në, ku shkup të ke në me makinë tonë për para. Thot Khali, thot nisën fota, djo thash, në zdo hira se forës për arrest. Unë e zgonim me makinë me Salilushën, shofer, ne të dalim për para. Shkum atjera, ku shkum ke pohim në qytet, sa kalum me varrezat të qytetit, i sa të zgonim të habederën, që tha, habederën thash që mos ne blokojnë doktorin mas. Në fatë, mos ne blokojnë populli, se të dalim populli, mos ne blokojnë doktorin mrapa, makinë e doktorin, se nuk di se qka pe ofën do kush, ka njërës në shumë. Okej, tha, hapen të dy dyrët, anësore, forestrat, duhet tek ke bashkia. Zbrita unë, iku Salilusha me vetur, me azgonim, këta iku në futën mas bashkia, se kishin frikë se mos po kështë të pushka, e ta shojnë se kush po pështon, e kush po vrikët. Shumë e nëjënë, edhe, kam shku, kam hap dherën e benzit, nga ka i shoferit, e ishte liria mas aty. E kam dhonë dorën liris, ka dorën, e kam kap nga krahu, dhe kam kena dorën në tribun. Nuk moj me në egzakt se qa kam thonë, por e një që kam thonë, vlezën e motra, kjo është nusë të trapojë, e avlen me një gju. Ka folë liria, dhe isha ma bon të mu doktor dhe i hapte deri benzit nga krahu i pasagjerit, nga mrapa, kështu, edhe ose e pjesa si duket me në desh, edhe ma bon të me dorat vi, jo, e thashur, prit. Të gjithë këshin hy, asë një s'ja mund të me dalë. Kush është e qënte? Të gjithë ishin fund bashki, të pritë që mos po kështë të pushka. Sa veta kishte miting për jashta? Atër njerëzit, atër u derdhen populli. Atër në momentu, do dhe kur foli liria?
Po, kur fori liria, fillun me arë njerëzit. Se në për shpia ishin shefon, ishin edhe fillun me dalë njerëzit. O, po mush sheshe. U mush sheshe nga isën ka bërë Çfarë tha Liri Berisha, Zoja Berisha? E për zotin, u isha shumë i stresum, e po shifsha Berishën atje doktorin, edhe kjo po fliste, e nuk e moj men, po të më ashtë në stres kam qenë. E kuptoj. Pastaj, kush e mori fjallën? Atëherë ka bo me dorë, ma boni me Berisha, ma më të më shenjë, thash hajdi, thashun, doli nga makina doktori, vetëm, erri, tak, ja vash dorën për kortezia aty, i dola në fillim tribunës, erë doktori, sa mu të rrishtu ti, vend mërë tash, nuk vizdi mërë burë. Atë erën të atjerë, të atrimet e zhejas, të gjithë të pëtet e këta ishte të të nshehu, ishte Azem Hajdari, ishin, po më kujtohen të të kanë tenve, të tonë ishte si shkytar partije, ishin forset së kodë në Osmanit, hypin së kodë i si për të munat në Berishin, ta edhe filloj të i full Berisha, mu kapi për dorë, tha, të nga mas, edhe kam qenë njët me Lirin dhe me Berishën. Për ilustrim, saj, nga pallati për balë, që ka qenë, është një 10 metra lartë, pallat 30 metra, janë bo shumë foto nga një shtëpi, atje, edhe janë bërë shumë foto dhe janë bërë qysh moment që ka arë Berisha, nuk ja kanë dhënë kuja të foto. Këta, po i kam pas, edhe unë i kam pa. I ke fotot? Janë fotot. A mund nga të regosh në një foto? Jo, janë për, ato do të tërgojnë një moment tjetër. Kje shpikur do të tërgojnë. E ato foto më ka thirë personi, mu ka thonë shive, kur jeti, qysh moment që është gjujt fonia, kanë fotografu nga detare shtëpisë, kanë fotografu fonin, kur është gjujt, kanë fotografu kur janë taku mazgonin. Do dhënë, jo duke thënë që, jo, tani, fjalimi Berishës në atë moment u qëllua? Si u qëllu, s'kuptoj. Gjatë kohës që foli Berisha, pati... Ja ka qenë për para. Do dhënë, ajo historia që ka thënë Berisha që ai që qëlloi fonin Masillin Tiranë ka qenë përpara. Ja, nuk ka thënë kush qëlloi fonin. Nuk ka thënë. Jo, nuk ka thënë për fonin, nuk ishte fonia këto. Po? Fonia është qëllu para se marrë Berisha. Para se po. Tani Berisha kur e tha atë që Masillin Tiranë? Po e shpjegoj. Berisha po fliste, po Berisha nga vetë natyra është nevrastenik. Mu e një Berishën. Edhe, po fliste, po thoshte, për mitingu, për këto, për partin socialiste, kësho. Dhe tha, Vladimir tha Fatosnano e Din Selimi. Din Selimi ishte doktori Trëmpojan, që ishte kandidat, për ishte për PS. Po. Për këta bashkije. Po, një burin në Rume i kishte bon shumë mirë Trëmpojës, popullit Trëmpojës, ku kishin hapë. Edhe, thot, Vladimir thot Fatosnano e Din Selimi, se me lekë e Serbis, tash nuk e mojme se ka 35 jetë, a tha, nuk do të mojnë 7 ditë pushtetin, apo 15 ditë, po tha, nuk do të mojnë pushtetin a 7 ditë apo 15 ditë, sem i sigurt, të do t'ja ngri, tha, do t'ja ngri buzëqeshën buzë. Kjo, t'ja ngri buzëqeshën buzë e ka thënë aty? Po aty, në kitë kohë, dikush, nuk e kam pasë, në isha mrapa Berisht, e lijet njët, dikush, nga populli ka thonë, a tha Din Selimi, apo Din Selimi nuk e mojë me një, po më duke Din Selimi. I tha Berisht,